Në një kohë kur fjala e lirë dhe trashëgimia kulturore marrin gjithnjë më shumë rëndësi, Biblioteka e qytetit të Tetovës Koçi Oracin ka shënuar një moment të rëndësishëm. Ekspozita përkujtimore për gazetën Flaka e Vllazërimit me motën 80 vjet dritë dhe fjalë mblodhi shumë dashamirës të fjalës së shkruar, studiues, gazetar dhe qytetar që vlerësojnë trashëgiminë kulturore dhe rolin e gazetës në ruajtjen e identitetit shqiptar. Sot në studio kemi drejtorin e kësaj biblioteke, zoti Binas Pajazitin, me cilin do të flasim më shumë rreth kësaj ngjarjeje dhe misionit të institucionit që më tani ai drejton. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi, pas një kohe relativisht të gjatë, kanë kaluar ndoshta 2 vite që nuk i kemi pasur. 3 gati, po. Po. Drejtor, atëherë si lindi ideja për të organizuar këtë ekspozitë përkujtimore për Flakën e Vllazërimit dhe çfarë simbolike mbart ajo për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut? Ashtu siç theksuat dhe ju, në motën 88 vite dritë dhe fjalë, biblioteka, udhëheqësia dhe stafi i bibliotekës së qytetit të Tetovës vendosëm me që ishte viti jubilar i themelimit të gazetës Flaka, vendosëm që për hir të rolit dhe të rëndësisë që ka patur Flaka dhe për nder të gjithë atyre njerëzve doajenëve të gazetarisë shqiptare, të shënojmë sadopak simbolike këtë datë shumë të rëndësishme për gazetarinë dhe publicistikën shqiptare. Ne përpiqemi si bibliotekë edhe në të kaluarën edhe tani të jemi tamam në rolin dhe detyrën dhe obligimet që i kemi si bibliotekë dhe si institucion. Dhe për hir të vërtetës, ideja ishte pra të shënojmë datën, njëkohësisht të respektojmë edhe doajenët e gazetarisë. Ideja në fillim nga stafi i bibliotekës ishte që të bëjmë një ekspozitë me një pres nga mediumet, mirë, por për fat të mirë në kohë rekorde arritëm të bëjmë një manifestim shumë të mirë, i cili u vlerësua shumë. Feedbacku nga pjesëmarrësit gazetar, redaktor, kryeredaktor që kanë qenë dhe kanë dhënë kontribut në gazetën Flaka, por edhe ata familjarë të cilët të atyre punonjësve të cilët nuk jetojnë në mesin tonë, i ftuan familjarët e tyre dhe kështu doli një organizim shumë i mirë. Ishte emocionuese nga të pranishmit, po ta them drejtën ngjalli një interesim shumë të madh dhe një vlerësim jashtëzakonisht të madh. Edhe unë beta pak i habitur në kuptimin pozitiv me reagimin dhe feedbackun që ishte nga gjithë të pranishmit, por edhe mesazhet që kemi marrë pas këtij organizimi. Ne si stafi bibliotekës edhe unë kemi ato planet tona për bibliotekën, për gazetën Flaka dhe gjithë gazetat dhe botimet publicistike që janë. Mirë po, pas këtij eventi dolën edhe një mori idesh dhe propozimesh tjera në kuptimin e bashkëpunimit në institucione tjera, edhe të shohim dal nga dal, do t'i marrim dhe do t'i analizojmë gjitha sipas mundësive rrethanave, do të vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim. Po, zoti Pajaziti, çfarë përfaqëson gazeta Flaka e Vllazërimit në historinë e gazetarisë shqiptare në vendin tonë? Gazeta Flaka, një përkufizim të shkurtër. Po, gazeta Flaka është një institucion, njëri ndër institucionet shumë të rëndësishme në historinë e shqiptarëve të Maqedonisë në përgjithësi, po në veçanti për gazetarinë shqiptare, si medium i vetëm në të kaluarën, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në kultivimin dhe ndërtimin e politikave, koncepteve të ndryshme shoqërore, kulturore, politike, artistike, sportive dhe gjitha lëmit me cilat ne jetojmë në përditshmërinë tonë. Ka qenë gazetë e vetme deri në zanafillën e pluralizmit, deri në vitet e 90-ta, dhe pas kanë dalë edhe gazeta tjera, dhe si e tillë, kjo si e vetme është një institucion që mbetet dhe duhet vlerësuar si një gur shumë i çmuar në gjithat mozaikun e kulturës, po në veçanti të gazetarisë. Aq më tepër ku në këtë gazetë kanë punuar emra të njohur edhe të përditshmërisë tonë të shtetit tonë, po një ndër ta ka qenë edhe kritiku, shkrimtari, politikani i njohur Teki Dervishi, si i punësuar në të kaluarën në gazetën Flaka. Po këto janë disa elemente të rëndësishme që ne duhet me fanatizëm ta ruajmë dhe ta kultivojmë këtë të kaluar të rëndësishme të
gazetarisë shqiptare në Maqedoni. Natyrisht. A mund të na tregoni për materiale që janë ekspozuar, si u gjendën dhe si u përzgjedhen? Për hir të vërtetës nuk kemi bën ndonjë përzgjedhje të veçantë. Ne në bibliotekën tonë posedojmë një arkiv të bollshëm të gazetave. Ideja ka qenë të kapim ato momentet zanafillës së pluralizmit, viti, në thonë, ndodhjet e mëdha në 97-ën, 2001 dhe momentet të tjera. Për hir të vërtetës ne posedojmë një arkiv të bollshëm të gazetës Flaka, mirë po për shkak të rrethanave dhe kushteve në të cilat jemi, ishte pamundur që të bëjmë përzgjedhje adekuate, të themi, të gjitha materialeve edhe për hir të kohës. Kanë qenë mos them të rastësishme, po jemi munduar aq sa kemi pas mundësi të bëjmë përzgjedhjen e këtyre gazetave të arkivit dhe botimeve që kanë qenë në të kaluar. Cili është roli i Bibliotekës Koqoracit në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe intelektuale shqiptare, si në këtë rast që keni promovuar këto vlera? Padyshim që roli është i rëndësishëm. Gazeta, mendoj, biblioteka përveç huazimeve që bën, ajo ka edhe sektorin e përpunimit të dhënave dhe ka edhe sektorin e arkivimit që luan rol në arkivimin e gjitha gazetave, botimeve, revistave të ndryshme serike që janë, javore, ditore dhe vjetore. Dhe në këtë drejtim, roli i saj është padyshim shumë i madh dhe i rëndësishëm, sepse në këtë mënyrë ne arrim të ruajmë një të kaluarën, që është pjesë e rëndësishme e jetës tonë, e përforcojmë me të kaluarën e përforcojmë konceptin e së tashmes, dhe në këtë mënyrë ndërtojmë edhe vizionin e të ardhmes për gjithë lexuesit aktiv që janë në bibliotekën tonë. Për hir të vërtetës, Biblioteka e qytetit Tetovës, edhe pse funksionon në kushte relativisht të vështira, ne kemi një hapësirë prej 200 metër katror dhe aty kemi të ekspozuara një numër të madh të botimeve. Pra edhe ne, për hir të vërtetës, këtë vit festojmë 80-vjetorin e themelimit të bibliotekës, edhe kundrejt kushteve që ne kemi, hapësirën e kufizuar. Megjithatë, rolin dhe punën, detyra që i bëjmë, jemi në krye të detyrës temi maksimalisht. Për fat të mirë, arkivimi këtyre botimeve, gazetave dhe gjitha aktiviteteve të bibliotekës është edhe Biblioteka e Tetovës dhe gjithë bibliotekat e Maqedonisë, jemi pjesë e platformës COBIS. COBIS është një projekt sloven për pjesë e së cilës është edhe Republika e Maqedonisë së Veriut dhe aty janë të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me punën dhe aktivitetet. Fatmirësisht, fal aktivitetit dhe punës, Biblioteka e Tetovës hyn në grupin e të parave të vlerësuara, pas Bibliotekës Universitare në Shkup Manastir dhe Bibliotekës Braqa Miladinov. Ne kemi diku 5.000 lexues aktiv dhe si të tillë, edhe pse me kushte jashtëzakonisht të vështira, në qoftë se i krahasojmë me biblioteka tjera, për shembull siç është Biblioteka Universitare e Shkupit, kanë kushte staf shumë më të madh se ne, hapësirë shumë më të madhe, leximore kanë e tjerë. Ne edhe pse nuk i kemi këto kushte, jemi ndër të parët që vlerësohemi dhe arrijmë që të mbajmë atë interesin fal punës së palodhshme të stafit mrekullueshëm që ka Biblioteka e Tetovës. Dhe në këtë drejtim mendoj se bëjmë një punë shumë të mirë dhe të shkëlqyer. Do të ishte atë që synojmë ne, mrekullia e vërtet do të ishte hapësira e re të cilën ne dhe stafi i bibliotekës dhe gjithë banorët e rrethinës së Tetovës po e presin. Vërtet Tetova e meriton hapësirat e reja të bibliotekës. Në Tetovë kemi diku 11 shkolla fillore, ka 7 shkolla të mesme, kemi 2 universitete. Tetova dhe rrethina ka diku 200.000 banor, po ta zonë një pjesë e madhe kanë mërguar, diku 150.000 banor ka Tetova dhe rrethina, dhe të funksionojmë në një bibliotekë me 200 metër katror është një mrekulli e vërtet. Pra fal stafit, punës, dëshirës së madhe për të shërbyer dhe për të qenë në krye të detyrës, arrim edhe kundrejt kushteve që i kemi që të jetë në themi top njëshin e parë të bibliotekave në nivel të shtetit.
Kur do dalim në hapësirën e re, besoj se do t'jetë një senzacion i vërtet. Krahas këtyre kushteve, zoti Pajaziti, ka tituj të mjaftueshëm për të gjitha këto gjenerata, përmendet që shumë shkolla fillore dhe të mesme janë në qytetin e Tetovës dhe sigurisht që gjenerata të ndryshme duan tituj të ndryshëm. Ne jemi të furnizuar relativisht mirë edhe me tituj të ri, belletristika është ajo që më shumë i tërhek të rit. Librat më të kërkuar normal mbeten lektyrat, po kategoritë e të lexuarit në bibliotek janë të ndryshme. Kemi duke nisur me aktivitetet që ne bëjmë e nxisim, do thonë që në fazë të hershme, që në çerdhet, do thonë tek parashkollorët, te shkollat fillore, mbas projekteve dhe programeve që i kemi, e nxisim kulturën, dëshirën për të lexuar. Edhe me projekte të ndryshme jemi duke bashkëpunuar me shkollat të gjitha niveleve dhe në këtë drejtim edhe kategoritë që nuk janë nxënës dhe student, kemi pensionist, kemi anvise, të cilët gjithnjë më tepër po i tërhjek dëshira për të lexuar. Dhe falë furnizimeve dhe titujve që janë më të kërkuara, që janë pjesë e trendeve bashkohore, edhe ne mundohemi ta mbajmë atë trendin dhe kjo e mban deri diku. Duke pas parasysh bibliotekat në përgjithësi sot po përballen me një sfidë të madhe për shkak të teknologjisë shumë që përdorin smartphonave etj. Po nëse bëjmë statistikat në krahasim me biblioteka tjera, edhe kundrejt hapësirës që kemi, biblioteka e Tetovës qëndron shumë mirë. Kemi thash 5.000 lexues aktiv, të cilët e bëjnë, është një numër ndoshta në proporcionin që ka dhe hapësirën që e mbulon nuk është shumë i mjaftueshëm, po në raport me bibliotekat dhe në krahasim me biblioteka tjera, siç përmend ato të Shkupit, Manastirit e tjerë, jemi dhe qëndrojmë shumë mirë. Po. Krahas gjeneratave më të vjetra që përmendet edhe pensionistët që janë shumë shpesh pjesë e bibliotekës tuaj duke marrë shumë tituj, po të rinjët, sa po shprehet interesimi i të rinjeve, sa janë të lidhur sot me bibliotekën të rinjët dhe cila është ajo strategjia që përdorni ju për të tërhequr ata për ta vizituar bibliotekën dhe për të marrë tituj të ndryshëm, qoftë shkencor, qoftë romane të ndryshme, kështu me radhë. Ne si bibliotek, ashtu si funksionojnë gjithë bibliotekat tjera në bazë të ligjit të Ministrisë Kulturës dhe Turizmit, kemi aplikuar dhe Biblioteka e Tetovës këtë vit ka fituar 11 projekte. Këto 11 projekte nuk janë fituar me ato grante dhe shuma që janë kërkuar, janë të diku gjysmë, diku më pak, diku më shumë, po në tërësi janë realizuar të gjitha 11 projektet. Tani këto 11 projektet, paka shumë kjo është edhe çelësi i suksesit, themi, i bibliotekës. Nëpërmjet këtyre projekteve, stafi i bibliotekës ka paraqë që të përfshin gjithë kategoritë e grup mosha. Duke shkuar, duke prezantuar nëpërmjet fletushkave, flyerave të ndryshëm, nëpërmjet prezantimeve, nga çerdhet, në shkollat fillore, në shkollat e mesme, por edhe biblioteka në rrota, siç ka qenë vitin e kaluar, në pjesë të ndryshme të qytetit, duke edhe vizualisht duke u ra në sy njerëzve, por edhe duke nxitur nëpërmjet karakterit garues, për shembull në shkollat e mesme. Ne kemi tash në datë 16 konkursin për poezi që është pjesë edhe Biblioteka e Tetovës, dhe nëpërmjet këtij konkursi nxitet një numër i madh i nxënësve të cilët marrin pjesë në gara. Pastaj në datën 23 prill kemi evenimentin për nder të ditës botërore të librit, kemi po ashtu një eveniment tjetër të rëndësishëm që përfshin një numër shumë të madh, edhe ajo ka karakter garues, ku zgjidhet poezia më e mirë. Kemi shpërblime për vendin e parë, dytë, të tretë, janë shpërblime simbolike, por kjo e shohim mbas të interesimit, është hera e tretë që organizohet dhe synojmë që të mbetet si traditë. Dhe nëpërmjet kësaj dhe projekteve tjera dhe prezantimeve tjera që bëjmë nëpër shkolla, ne jemi mjaftueshëm prezent nëpërmjet rrjeteve sociale. Platforma shumë e rëndësishme në ditët e sotme. Platforma Kobis për hir të vërtetës ofron shumë mundësi për ata, edhe gjithnjë nëpërmjet prezantimeve ne e paraqesim nëpërmjet slajdeve, duke sqaruar mënyrën si të qasin, si të marrin informacione rreth librit edhe ku mund ta gjejnë ata.
dhe kjo e lehtëson sadopak dhe kuptohet ndjekim trendin edhe të teknologjisë, edhe të interesave, sado që teknologjia të zhvillohet, prapë se prapë duhet të rritë dhe njerëzit në përgjithësi duhet ta kenë të qartë se libri është i pazëvendësueshëm, ka të rëndësinë e vet. Nuk është njësoj si në smartphone apo edhe në çfarëdo lloj teknologjie tjetër. Po bashkëpunimi me biblioteka tjera, si qëndron? Në vend dhe jashtë vendit, ka ndodhur që të keni bashkëpunime për tituj që nuk i keni pasur ose... Po, në vend brenda shtetit, po e përsëris është platforma Kobis për tituj që nuk i kemi. Kemi edhe bashkëpunime konkrete, kolegët kam pas bashkëpunim me bibliotekën, kam bërë edhe vizita në të kaluarën me biblioteka tjera, kemi atë rjetin e drejtorëve, një grup që ne funksionojmë, tani në këtë fase kam fjallën unë, dhe aty informohemi për gjitha aktivitetet që kanë bibliotekat. Ka pas një bashkëpunim me bibliotekën Preshev, me bibliotekën e qytetit Korçës, me bibliotekën e Gostivarit, Manastirit dhe me gjitha. Tash nuk i kam dhënë atë sakta me cilat biblioteka, po ne synojmë këtë bashkëpunim ta zgjerojmë edhe më shumë, sado që të kemi mundësi edhe kushte për të bashkëpunuar me gjitha bibliotekat. Patjetër që është interes edhe joni edhe i bibliotekave tjera që ne të kemi bashkëpunim. Përveç këtyre, është shumë e rëndësishme pastaj që të keni edhe një staf të kompletuar për t'i përmbushur të gjitha këto nevoja. Patjetër. Ne kemi, po e përsëris në bazë të punës që bëjmë, numrit aktiv të lexuesve. Nëse krahasojmë me biblioteka tjera, ne kemi një staf relativisht të vogël, prej 20 vet, 19 de facto, dhe kjo shpresojmë gjithnjë te hapësirat e reja, kur do të dalim aty do duhet kemi staf më të madh, do të kemi kushte më të mira, do duhet të rritet patjetër. Cili do të ishte mesazhi për gjithë lexuesit, për gjithë shikuesit që po na dëgjojnë dhe për gjithë ata që të paktën një herë nuk e kanë vizituar bibliotekën e Tetovës? Po, u bëj thirrje të gjithëve të vinë të kërkojnë libra që atyre u pëlqejnë, që janë në trend. Ne po e them edhe një herë, stafi i bibliotekës i mirëpret me dashamirësinë më të madhe, duke u dhënë edhe sugjerimet e asaj që kërkohet më shumë dhe që lexohet më shumë dhe që është më interesante. Dhe në këtë drejtim të lexuarit është baza e zhvillimit shoqëror. Nëpërmjet, ne përmendëm gazetën Flaka, po kemi edhe thesare të mëdhaja të letërsisë botërore, letërsisë shqiptare, nga e kaluara e largët e deri në ditët e sodit, duke lexuar, duke njohur të kaluarën, ne e përforcojmë të tashmen dhe kështu e ndërtojnë të rinj dhe çdo kush që lexon e ndërton vizionin e së ardhmes. Sa më shumë që lexojmë, aq më shumë e vlerësojmë veten. Sa më shumë që e njohim dhe vlerësojmë veten, aq më të formuar jemi dhe kemi vizionin më të qartë për të ardhmen. Shumë e vërtet. Nderuar, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishi pjesë e emisionit Ritmi i Ditës, po e them publikisht që do vim edhe me ekipën tonë për të parë nga afër edhe hapësirat e bibliotekës, pse jo për të kuptuar edhe tituj që ka në të dhe interesimin e lexuesve. Do të ishte mirë edhe nëse ndonjë lexues takojmë aty dhe bashkarisht po mund ta bënim një kronik të bukur. Gjithsesi, unë falenderoj që përmendëm këtë projekt të fundit tuaj, domethënë për gazetën Flaka e Vëllazërimit. Urojmë që të shtohen projekte të tjera, aktivitete të tjera në mënyrë që sa më aktive të jetë biblioteka edhe me projekte, aktivitete, por pastaj edhe me tituj që janë më të nevojshëm për të lexuar për gjithë komunitetin. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe ju falenderoj për ftesën. Si çdo herë jeni në trend në hap me kohën dhe edhe këtë rast jeni ndër të parët që na thirret konform asaj që ishte si aktivitet. Ne ju mirëpresim kurdo që të vini, pa paralajmëruar, kurdo që të vini në bibliotekën e Tetovës do gjeni stafin që do t'ju shërbej, po edhe lexues që janë të shumë gjatë ditës. Më vjen mirë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.